Partia Socialiste merr pushtetin, nuk e merr pushtetin. Është e para apo e dyta në këto zgjedhje dhe brenda këtij 4 vjeçari që vjen, duke llogaritur nga shtatori dhe deri në 2029, do të shikojmë gjëra të pa imagjinueshme. Ato që pam brenda Partisë Demokratike ishin asgjë, por ato që do të shikojmë brenda Partisë Socialiste do jenë të tmerrshme. Si mendoni, çfarë do të shikojmë konkretisht në Partinë Socialiste me këtë situatë që e ka përfshirë dhe cila do të jetë pika kulmore që do të shënojë edhe përplasjen e fortë mes radhëve në Partinë Socialistëve? Partia Socialiste do të goditet nga vetë personat, ose më mirë nga vetë autoriteti vetë si subjekt politik, nga persona që ka besuar Edi Rama. Belinda Balluku, Taoland Balla. Personat të cilët kanë një mbështetje të hapur nga Edi Rama, janë persona të cilët do të kenë një përgjegjësi, por jo vetëm përgjegjësi politike, por edhe penale. Dhe këta individ normalisht kanë bërë klanet e tyre brenda Partisë Socialiste. Pavarësisht se klani tjetër Velia është jashtë momentalisht, por edhe ai punon. Një goditje e Partisë Socialiste do të vinte me fuqizimin e Partisë Social-Demokrate të Omdoshit. Edhe kjo është një përpjekje për të goditur Partia Socialiste. Pastaj kemi rastin e brendshëm të Partisë Socialiste, ku janë individët të cilët janë në oborin e Erion Velis. Pra, Partia Socialiste do të jetë në një situatë të flakt, që brenda flakës sajt do të djegi shumë viktima. Dhe në fund fare, brenda Partisë Socialiste nuk do të mbizotrojë as Edi Rama, por as ata të cilët ne i kemi thënë emrat. Por do të vinë individ të tjerë, të cilët do të dalën dhe të shfaqen në opinionin publik, që asnjëherë nuk kanë pasur përgjegjësi publike që të kishin mundësi të jepshin një mendim brenda Partisë Socialiste, kur nuk e kanë qenë vetë pjesë e Partisë Socialiste. Por Partia Socialiste do goditet në këtë periudhë, sepse Fondacioni Soros nuk do të jetë kaq i fuqishëm për të ndërhyrë edhe politikisht, edhe juridikisht, por edhe në raport me ndërkombëtarët, pra me amerikanët, për të dhënë goditje brenda Partisë Socialiste. Prandaj koha Trump është një goditje reale për Partinë Socialiste, sepse linja Trump është 100% kundër Partisë Socialiste dhe partive të majta, po gjithashtu për ata të cilët kanë qenë pjesë me Fondacioni Soros. Pra, në këto momente që flasim, kush ka qenë me Sorosin edhe Partia Socialiste do të goditet nga Trumpi, sepse pikrisht do të vi ajo fatura që e themi të gjithë, fatura politike që brenda Partisë Socialiste duhet disa individ të mbajnë përgjegjësinë e tyre politike. Dhe përgjegjësinë e tyre politike e mbajnë ata të cilët duhet të japin llogari. Dhe llogaridhënie nuk do të japin tek qytetarët e thjeshtë, por do të japin brenda vetes, brenda pazareve të tyre, brenda tradhtive të tyre nëpërmjet pazareve që kanë bërë në të shkuarën. Pra, aty do të jetë flaka, aty do të jetë fundi, aty do të jetë gremina e Partisë Socialiste. Pra, asnjëri nuk e thot, sepse ka frikë, se gremina ekziston brenda Partisë Socialiste. Dhe maja është brenda Partisë Socialiste. Dhe maja dhe gremina është në një vit të drejtë në Partinë Socialiste, dhe ata pas njëri dhe tjetrit me radhë do godasin, sepse burgu është për burrat që thot Pandelim Majko, por burrat nuk durojnë pa besim. Dhe do të vi momentin që një grua mund të bëhet si një burr që të thojë të vërtetën, se do jetë në pikën
e hallit, do jetë në problemin final, fatal për jetën e saj politike, shoqërore, ekonomike dhe familjare. Kush mund të jenë personazhet kryesore që do përplasen mes tyre për të synuar karrigen e kryetarit Partisë Socialiste, po ndërkohë edhe për të goditur vetë Edi Ramën? Është herët për të folur, sepse do të shikojmë listat e 12 marsit. Pas listave të 12 marsit, aty do kuptohet në rast se Rama ka rival politik apo rival penal, pra të pandehur, do marrin të njëjtën cilësi. Pra kush do të jetë më i forti në aspektin penal. Dërsa sot në aspektin politik nuk mund të flasim dot sepse kemi një problem. Duhet të shikojmë listat, duhet të shikojmë rezultatin e zgjedhjeve dhe duhet të shikojmë edhe shtatorin formimin e qeverisë së re, që të kuptojmë qartazi kush do të jetë personi që do të godasë Edi Ramën. Pse them duhet të presim formimin e qeverisë së re? Nuk thash a është Partia Socialiste, por unë them diçka tjetër. Edhe sikur të jetë Partia Socialiste, përsëri do të shikojmë Rama kë do vendosi. Por në rast se nuk do të jetë Partia Socialiste në pushtet, dhe do jetë një koalicion i gjerë, përsëri me largimin e pushtetit, armiku kryesor i socialistëve quhet pushteti. Pra, nuk ka nevojë kush do të jetë ai që do të marri stafetën nga Edi Rama, në rast se ai nuk do të jetë më kryeministër, por me ikje nga pushteti, me mënyrën se si do të sillen aktorët politik, dhe në momentin që pushteti largohet nga Partia Socialiste, në ato momente do të plasin rivalitetet. Në ato momente do dalin të palarat në shesh, në ato momente do dalin fikat, plumbat ndaj njëri tjetrit dhe ajo do të jetë gjëja më e rëndë në një parti politike siç është Partia Socialiste. Po sa i përket emrave të përveçëm, përmendim këtu Belinda Balluku, Taulant Balla, Elisa Spiropali, a kanë këta ambicie për të drejtuar Partisë Socialiste në një të ardhme të caktuar, apo do të jenë element që mund goditen lehtësisht nga Edi Rama? Së pari, këto figura nuk kanë personalitet. Së pari. Pra, personalitet politik. Janë kukulla. Janë individ të cilët kur dalin recitojnë. Pra, lider duke recituar, vetëm Lulbasha ishte. Nuk ekziston në asnjë moment që këta të kenë vetë personalitetin e tyre për të reaguar dhe ndaj një gabimi të Edi Ramës. Më falni, ku ka ekzistuar që Edi Rama të jetë në pushtet dhe të ketë dalë dikush nga këta dhe të thotë që jemi kundër vendimit të Edi Ramës? Ku? Nuk ekziston. Çfarë rivaliteti kërkoni? Rivaliteti ose leadershipi nuk shfaqet duke qenë zbatues projekti. Rivalin e vendos vetëm fondacioni Soros brenda Partisë Socialiste. I vetmi fondacion që vendos rivalitet e ka emrin quhet Fondacioni Soros. Për ata që asnjëherë nuk kanë besuar që Partia Socialiste, reforma në drejtësi, hulliqet nga një fondacion privat, dhe na këtu ne na shitet si amerikano-afrikan, kanadez dhe australian, që nuk është e vërtet, është do të thënë vjedhje të flamurit kombëtar të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra e gjithë kjo situatë që ne na shfaqet momentalisht është e kotë. Kush do të jetë rival? A janë këto 2 individ, apo 3 individ, apo 4 individ? Nuk janë leadership. Dhe janë kuklla. Çfarë thot fondacioni? Ngejmë dorën, jemi dakord. Por çfarë thot truri dhe zemra në raport me të vërtetën? Janë UFO.